nuk janë marrë akoma videot, sepse ka patur probleme me dorëzimin e videove nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, qarqeve që kanë kërkuar videot. Tani janë dorëzuar atje sepse kërkonin depozita të mëdha në teravat me kapacitetet të mëdha për marrjen e videove, dhe tani ato do të dorëzohen, sa po dorëzohen nga KQZ-ja do fillojë shqyrtimi i tyre. Kjo është, pra janë videot e para që janë dorëzuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë videot e Elbasanit, janë disa të Vorës, po ato të Vorës janë të prera në mënyrë të papërshtatshme. Pret Tirana t'i marrë, ka dorëzuar atë aparatin ose kapacitetin depo të videove që duhet shumë i madh, por u gjet, u ble apo u mor me qerata, nëse di çfarë bën, po do dorëzohen.